parlamentare. Krye parlamentari nuk është figurë e unitetit, është përfaqësim politik. Secili subjekt përfaqësohet nga kandidati që ata e vlerësojnë që i përfaqëson më së miri. Ne nuk e kemi zgjedh emrin e Albulinës në ndonjë formë tjetër përveç dy parimeve të cilat ne kemi ndjekur. Pra është gruaja me legjitimitetin më të lartë qytetar, edhe në dy kishim pra një kryeparlamentar mashkull mandatin e kaluar dhe këtë herë para të ruhet edhe aspekti i gjithë përfshirjes gjenorit, kemi një grua kryeparlamentare. Pra këto dyja kanë qenë dy elementet të cilet edhe kanë nxitur edhe ka pajtueshmëri të plotë brenda grupit, kush do të ishte përfaqësimi më i mirë. Njëjtë ose të paktën parimet të cilat ata i vlerësojnë si më të duhurat, do duhet të qëndronte edhe nga subjekte tjera, ku secili subjekt pra përfaqësohet nga kandidati që ata e vlerësojnë. Unë besoj që kjo është dashur që të ruhet, mirë po mendoj që pak e heq problematikat ndërlidhur me emrat të përvetshëm, e gjitha kjo është një përpjekje për ta parandaluar formimin e qeverisë kurtit re, sepse kemi parë pra edhe nga deputeti Tahiri, pra ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s, i cili ka thënë që edhe më e rëndë se sa bllokada institucionale aktualisht, do të ishte një qeveri e radhës së udhëhequr nga Albin Kurti. Kështu që të gjitha këto janë manovra potenciale për të parandaluar formimin e qeverisë dhe konstituimin. Insistimi i 37 edhe nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast kur flasim për një emër. Po ta ndronë të ndoshta emrin do t'i japë rrugës zgjidhjes? Po sepse nuk kemi të bëjmë as me emrin. Aktualisht votohet dhe rivotohet çështja e procedurës. Pra ne nuk mund të dalmi nga kjo situatë pa pasur dhe votën e të tjerëve. Qoftë vota kundër, e cila e rrëzon si procedurë dhe na kthen te procedura paraprake, ose qoftë vota për, e cila e mundson që të jetë tutje në këtë formë. Pra ne pa i dhënë verdikt kësaj situate, pa i nxjerrë një vendim kuvendi, i cili nxirret me 61 vota minimum, ne nuk mund të lëvizim nga kjo situatë. Ishte komisioni fshet një formë e futjes në kurt ish partive opozitare për t'i paraqitur si bllokuesit e kuvendit? Ato është dy metoda, vota e hapur dhe vota e fshehtë, të cilat sipas rregullores i ofrohet kryesuesit të seancës që ti përdor si metodologji ose si metoda të zbatimit në një situatë. Ne kemi për plot votime tjera, të cilat edhe gjatë mandatit të kaluar, pra kandidatët që ne i vetojmë përmes votës së fshehtë. Pra sipas bazës ligjore, ne provuam radhazi përmes votës së hapur, ishte një rrethanë e cila nuk prodhonte rezultatin konkret, andaj u provua dhe metoda tjetër që është e votës së fshehtë, e cila rezultoi që të mos ketë as pjesëmarrjen me votim të deputetëve të tjerë. Por ju jeni të bindur që nëse vazhdohet me votim të fshehtë, mund të arrini vota të cilat po ju duhen për ta zgjedhur kryeparlamentare Ne po e shohmi edhe nga lider të subjekteve politike që tentohet të ushtrohet një lloj presioni deputetëve të subjekteve të tyre. Pra vazhdimisht flitet për metoda të cilat kanë të bëjnë me imponim të vullnetit politik, se sa besim në integritetin e deputetit, e cili e merr atë besim përmes votës nga ana e qytetarit. Andaj ne shohmi që ka dhe deklarata nga deputetët të cilët i bëjnë edhe publikisht, në sensin që mendojnë ndryshe karshi situatës, mirë po janë shpesh herë presionet politike ose presionet e leadershipeve politike të cilat ja u imponojnë këtë vullnet. Qoftë në këtë rast, pra në këtë rrethon, ku disa subjekte pra nuk marrin pjesë as në delegimin e anëtarëve për këtë komision, e disa të tjerë të cilët thonë që duhet t'i fotografojnë pra votat e tyre në mënyrë që të esin tutje. Të gjitha këto janë forma të shantazhit dhe të presionit që ju bëhet deputetëve të tyre, se sa besimit në integritetin dhe vlerësimin e tyre karshi situatës që ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Pra aty ku ndeshen idetë, aty ku ndeshen kauzat politike. Pra në esencën e saj e gjitha kjo shumë e zbrazë, nuk prodhon kur gjë, përveç pra në pamundësi të tyre për t'i dhënë drejtim dhe për t'i dhënë alternativë qytetarit, vendosen që të krijojnë një formë ose një qasje që të krijojnë sa më shumë mjegull. Një mjegull pra që pengon krijimin e institucioneve dhe funksionalizimin e institucioneve. Përgjigjeni deklaratave të ish partive opozitare, teksa thonë që ju insistoni në komisionin për votim të fshehtë, me qenë se ju keni një marrëveshje me listën serbe për të arritur votat për kryeparlamentarin. Lista serbe vepron tërësisht në sinkron me partitë opozitare. Pra ajo as nuk delegon emër e as nuk merr pjesë në formën e votimit sa herë që hudhet në votim çështja e kësaj procedurës së fshehtë. Pra është e qartë dhe nuk kërkon as gjykim kritik përveç se një observim
se ku qëndrojnë asociimi.